Tani, se dëgjoj shpesh këtë histori që jo është e bërë, jo është e pa bërë, jo po kështu, jo po nuk është natyrale, jo po këto gjërat kështu. Nuk ka rëndësi, është e bërë, është e pa bërë. Edhe po është e bërë, e rëndësishme është që t'jetë bërë bukur. Se është njësoj si thuash, është e veshur, është e pa veshur, nuk ka sens. Gjithë ndërhyrjet estetike, kirurgjia plastike, lulëzorna apo është bërë që ti të bësh më i mirë, më bukur, të ndihesh më mirë, të jesh më i këndshëm estetikisht, por nuk ka asgjë të keqe për ndërhyrjet estetike dhe nuk duhet që ne ti anatemojmë apo ti intimidojmë personat që i kanë bërë këto ndërhyrje. E rëndësishme është që ndërhyrjet estetike të jenë në proporcion anatomik, domethënë që të ngjajnë bukur dhe mos të jenë të egzageruara. Kjo ka rëndësi, të tjerat janë detaje. Mirupafshim.